Këto janë pjesë që bëhet një projekt për diçka dhe mund të ishte bërë me më pak kosto, cilësi më të mirë e tjera. Vin pastaj projekte të tilla si Smart City, për shembull, që për mua është njësoj si çështja e teatrit, ne na vjen një ofertë për diçka që as nuk na kishte shkuar mendja që na duhej me gjithë hallet që kemi, siç i përmendët dhe ju, nga pensionet te kopshtet te barnat e të tjera. Për çfarë na duhet? Pse duhet të shpenzojmë për këtë Smart City që akoma se kam kuptuar çfarë kërkojmë realisht të bëjmë nga kjo. Akoma nuk di çfarë bëm nga ato 2 satelitet që ngritëm, se askush nuk ka raportuar për çfarë u ngritën, çfarë dhënash morëm, kur u mbyll kontrata, nuk dim. Na thuhet juve ju duhet edhe kjo, jo nuk na duhet, themi ne, jo ju duhet edhe kjo. Ai sa dini juve të medias, aq dini edhe qytetarët për 2 satelitet Albania 1 dhe Albania 2. Çfarë ndodhi? Për çfarë u ngritën? Për çfarë ulën? S'morëm gjë vesh. Tashmë ka filluar diskursi tjetër, do ndërtojmë pista Formula 1. Po, super. Ka filluar diskursi tjetër, do ndërtojmë dronat shqiptar. Po. E kështu me radhë. A mund të kemi ilaçet shqiptare? Mund të kemi klasa shkollat, po flas për bazikën. A mund të kemi trajtimin njerëzor të qytetarëve? A mund të kemi taksa normale për të biznesin shqiptar, i cili sot vuan taksat më të larta për 13 vitesh në rajone më gjerë? Të kthehemi në normalitet. Mund të kemi këto? Tani thënë kjo, kthehemi tek Smart City. Çfarë është Smart City? Kamera inteligjente. Për llogaritën 140 milionë euro sot. Po. Një projekt i cili dihet shumë mirë, siç vlera e deklaruar në fillim, me vlerën që vjen fund fare që mund 2 fishot, 3 fishot kështu më radh. Po çfarë janë kamera inteligjente? Po mirë. Kush do menaxhoj këtë projekt? Ky projekt në tërësinë e saj, a ka lidhje me sigurinë kombëtare? Po ka. Po si është mundur që një vend i NATO-s të shkojë të kontraktojë një marrëveshje me një kompani që nuk është e regjistruar në një vend NATO-s? Kjo është diçka e panegociueshme. Kanë shkuar dhe kanë bërë negociatë të fshet, nuk kanë bërë tender të hapur publik për Smart City. Ndërkohë që vetëm që nuk mund të negociohet, është fakti që do të ishte të vinte një firmë që të jetë një vend i antar të NATO-s. Kjo është e panegociueshme. Po të ishte Partia Demokratike në fuqi, sugjerimi që ndërbe ishte e vetëm që nuk negociohet, është fakti që një kompani e vendeve të NATO-s. Kjo është e panegociueshme. Kjo për këtë nuk ka tender. Ndërkohë merren kompani që nuk janë të vendeve të NATO-s, e para. E dyta vjen me kosto të fryra, marramëse për mijëra eurosh për kamera, të cilat e dyshim e njohim dhe tregun, dihet tregun, po të shkosh të pyesësh, dhe po të hapësh konkurrencën treg, firma ndryshme, sigurisht që çmimi do vi disa herë më të ulët se aq. Por anë tjetër ka të bëjë edhe me privatësinë tonë. Për privatësinë e supermarketeve, biznesi shqiptar. Ne parat na duhen edhe qëllimet për çfarë është. Si kontrollojnë diktaturat NATO tash ta mbroj vetveten, s'do mbrojmë në NATO-n. Si kontrollojnë diktaturat njerëzit? Duke i dhënë atë minimumin e të ngrënit, duke i dhënë minimumin e shërbimit dhe shumë frikë, shumë dhunë. Do të dhe shumë kontroll. Çfarë është do të jepet sot Shqipërisë? Bazika për të ngrënë. Ku flet për varfëri thonë, s'ka varfëri në Shqipëri, gjithë han bukë, se ku han bukë gjithë. I zotë di. Ke 40% popullatës shqiptare nivel e varfëria. Mund të han bukë njerëz në blok, patjetër. Han bukë njerëz në blok, patjetër. Në zona të caktuara në plazhe kështu më radh. Po zona të tjera të Shqipërisë që nuk kanë njerëz, s'kan han një vakt në ditë. Për kështu i mbajnë diktaturat njerëzit dhe shoqëritë tyre i mbajnë në kontroll. Duke i dhënë shumë pak shërbime, shumë pak ushqim, shumë pak, le themi, jep një mjekësi të dobët, një arsimim të dobët dhe kështu më radh, dhe aty jep shumë dhunë, dhe një nga format e dhunës cila është kontrolli, presioni. Ku ishe, çfarë bëre, me ku ule, me kësi ishe, me ç'ishe, patronazhimi. Patronazhimi fizik që bëhet, tashmë do bëhet patronazhim digital. S'do kemi patronazhistin që kish me celular në dorë, po dhe patronazhistin tashmë që është kameramani, kamera në çdo cep dhe çdo anë bank Tiranës, ka fillimin deri në fund. A kamuflohet kjo me faktin që neve na duhet siguria? Shiko, privatësia është mbi të gjitha. Po se çfarë duhet qytetarëve, strukturave policore për ditur se kush janë ata që abuzojnë në territor për sa i përket vjedhjeve, ata i dinë se kush janë shumë mirë. I lejnë vetë. Duhet të jenë dhe patronazhistët kundër këtij. Do ngelen pa punë dhe patronazhistët tani, duhet të bashkohen kundërshtisë ndaj Smart City. Me thënë drejtën, kundërshtar politike kemi Erion Velin. Unë kam kundërshtar politik, ka bërë betejë që ai largohet. Po kur e shoh Erion Velin që deli shoqëruar me 10 policë me pranga. Dhe ran tjetër shoh atë tjetër që doli Dio Varatis. Tu ka diçka që shkon me thënë drejtën. Se nuk presu që Erion Velin të kapi të vrapoj për të ikur, me thënë të vërtetën. Është një person i cili ka bërë mjaft faje, ka bërë shumë gabime, i cili do përgjigjet dhe duhet përgjigjet para drejtësisë me burgun që do kryej dhe që po kryen, po edhe pasuritë që kanë marrë në mënyrë të paligjshme.
Do të përgjigjë që duhet kthehet. Por kur shikon ose pamje të tjerëve, të cilët arratisen, që shoqërohen pa pranga, pa gjëra fare më të lirshme, ti këtu kupton pse seriozitetin e shtetit. Tani fakti që ndodhin këto gjëra, mos e shesim mos që na duhet smart city për të gjë. Jo. Na duhet njerëz smart, na duhet njerëz të mirë, njerëz të devotshëm. Na duhet njerëz të dedikuar për të shoqëri për ta njerëz. Që të mendojë të ngrihen njerëzit tonë pse po ikin tash shqiptar jashtë. Çfarë vuan ai dyqani poshtë pallatit tim? Çfarë problematika ka? Çka ti pyesin një herë? Siç e bën takimin atëherë me taksixiun që pyeset taksixiu. Ku është ky taksixiu famshëm që një herë kohë pyeset dhe i merrte mend? Kreu i qeverisë për problematika që kishin. Pse na zhdurën te taksixiu tashmë? Apo ka ikur taksixiu në emigracion? Dhe s'ka këtë pyetje. Pra jemi në situatë përsëris një herë dhe mbyll tu të papranueshme. Vazhdojnë abuzimet, vazhdojnë milionat dhe qindra milionë euro që tenderohen pagar, e përsëris pagar. Na zhduan 100 milionë euro serializimi. 10 milionë euro nga Durana që nuk ekziston, që vazhdon ende tjetër në fuqi. 140 milionë euro të paktën nga Smart City për firma që nuk vijnë nga vendet NATO-s. Po ku jemi në çfarë Shqipëri jemi në? A jemi në Shqipëri?